Ditën e hënë Sali Berisha u paraqit në SPAK, ku qëndroi për 1 orë dhe u pyet për rolin e tij në protestën e 21 janarit të vitit 2011, ku 4 protestues u vranë para ndërtesës qeveritare. Ai tha se nuk ka dhënë urdhër të qellohej drejt protestuesve dhe sipas tij, garda nuk merr urdhra, por vepron në bazë të ligjit. Në të njëjtën ditë, Edi Rama ndodhej në Bruksel, ku mori pjesë në konferencën e 7 ndërqeveritare Shqipëri-BE, për të festuar hapjen e kapitujve të fundit për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ai tha se anëtarësimi në BE nuk është më thjesht një ëndër, por tashmë është një realitet me program pune konkret. Nga ana tjetër, Partia Demokratike organizoi një tubim me qytetarët përpara kryeministrisë, ku vendosi parlamentin paralel, që sipas tyre do të jetë i përjavshëm si kundërpërgjigje ndaj ndalimit të debatit të opozitës në kuvend. Të martën u mbajt një seancë maraton në kuvend për projekt buxhetin e vitit 2026. Debatet mes opozitës dhe mazhorancës ishin të ashpra, veçanërisht për buxhetin dhe për çështjen e Ballukut. Një reagim erdhi dhe nga vetë zëvendës kryeministria, e cila u shpreh se nuk ka asnjë koment për çështjen në hetim dhe se nuk do të prononcohet derisa e vërteta të dalë. Pas 16 orësh debat, buxheti u miratua me 83 vota nga mazhoranca. Gjatë kësaj jave, SPAK caktoi masat e sigurisë për Belinda Ballukun, pezullim nga detyra dhe ndalim daljeje nga vendi. Ajo akuzohet për shkelje të barazisë në tenderat e 2 projekteve, tunelit të Llogaras dhe lotit të 4 të Unazës së Madhe, me vlerë 210 milion euro. Gjykata e posaçme vendosi masën arresht shtëpie për drejtuesin e autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjylin dhe për kreun e keshit Eral Delezin, të cilët akuzohen së bashku me Ballukun për paracaktim të fituesve në tendera. Pas këtij vendimi, Balluku shkoi në kryeministri, ku u takua me Ramën, një takim që zgjati rreth shtator. Në takim u bashkua dhe ish-ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Ndërsa të premten për herë të parë, Rama reagoi për çështjen Balluku, ku u shpreh para gazetarëve se në vend të Ballukut nuk do të ketë një njeri tjetër në pozicionin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Ndërsa shtoi se vendimi i GKK-s për pezullimin nga detyrat të Ballukut do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Ai shtoi ndër të tjera se pavarësia e ekzekutivit u cënua rënd nga një vendim i një gjyqtari dhe një prokurori. Pak orë më vonë, pas deklaratës së tij, qeveria depozitoi në gjykatën kushtetuese vendimin e GKK-s, ku ka kërkuar shfuqizimin e vendimit për pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut.